A do të japin dorëheqje edhe zyrtarë të tjerë të ASH-s të cilët e përkrajnë Taravarin. I fundit që dha dorëheqje është Blerand Ramadani, i cili ishte koordinator nacional për zbatimin e teknologjive të reja. Sekretari Gjeneral i ASH-s tha se është vendimi i kryesisë qendrore që t'i dorëzojnë postet qeveritare. Sipas tij, pjesa e mbetur që akoma nuk kanë dhënë dorëheqje presin rikonstruimin e qeverisë, por siguron se ASH është kompakte dhe shumica do t'i qëndrojnë parimit të kryetarit të tyre Taravari. Është një situatë ku ne duhet ta mendojmë faktin se nuk jemi në qeveri vetëm për pozita dhe karike. Kjo është bindja e thellë edhe e kryesisë dhe antarësisë së Aleancës për shqiptarët. Ditëve dhe javëve në vijim, ju do ta shihni se sa është kompaktësia e Aleancës për shqiptarët. Individ të cilët menduan se funksioni është mbi parimet dhe dinjitetin, ndoshta ata do të qëndrojnë duke i ruajtur pozitat, por besoni se asnjëherë funksioni dhe karika nuk mund të jenë mbi parimet dhe vendimarrjen me konsenzus brenda një subjekti kur ti ke vendosur të veprosh. Ka ana tjetër, zëvendës kryeministri Izzet Mexhiti tha se pozitat që i kanë takuar Vlenit, pavarësisht se a kanë qenë hise ASH-s, do të mbeten të Vlenit. Ai u bën thirrje strukturave të ASH-s të vazhdojnë të mbeten në pushtet dhe t'i bashkangjiten partisë Vlen. Po mendoj që edhe në kaluarën, po dhe tash, domethënë kemi të bëjmë me atë që ASH-ja mbetet e përcaktuar aty ku ishte, si pjesë e Vlenit, si pjesë e ndryshimeve. Ka hise, ka kontribut në fitoren e Vlenit, ka kontribut në ndryshimin në rotacionin politik që ka ndodhur. Këtu ka devijuar lideri i tyre, të cilin normal që mund ta kuptojnë nëse i ka poqë zotit Ahmeti, po nuk duhet pra dhe gjithë tjerët për shkak kësaj pra të devijojnë nga rrugë. Një nga liderët e tjerë të Vlenit, kreu i BE-s Bilal Kasami, tha se të vetmit të padëshiruar në Vlen do të jenë ata që do të bashkëpunojnë me BDI-n e Ali Ahmetit. Këtë lojë nuk e nisëm ne. Ali Ahmeti nuk u dash të futet në kështu lojra për të tërhekur deputet apo edhe individ të caktuar, sepse mekanizmat për të marrë, do kisha thënë, deputet duke qenë pjesë e qeverisë janë shumë më të mëdha, por nuk ka qenë fokusi jon aty. Përveç Ramadanit, deri më tani dorëheqjen e kanë dorëzuar Arben Taravari, Flakron Bexheti dhe Elfete Ismaili, por ka ende zyrtarë të tjerë të cilët mbajnë funksione ndërsa mbështesin Taravarin. Disa prej tyre janë edhe Garib Kaba, zëvendës drejtori i doganave, Nazim Taipi, zëvendës drejtor i ndërmarrjes publike rrugës shtetërore, si dhe të tjerë.